që të rikthejmë në mësimdhënie. Është një dëshirë. Patjetër. Është një dëshirë, që në ta do shpirti kështu në... Patjetër. Kështu, je penalist, civilist, strikt, apo përfaqëson edhe me qujt lëmit të tjera, segmente të tjera? Po, është një trend në avokati që të specializohen avokat për lëmit të caktuara. Një sigur në mjekësi, si që dini edhe ju, dhe thëtë, mjek është edhe ortopedi edhe kardiologu, po kanë lëmit të ndryshme, edhe në avokati është një tendencë e specializimeve. Unë për momentin punoj vetëm me penale, edhe pse edhe masterën e doktoraturën e kam në civile. A në civile? Në civile, por punoj ekskluzivisht në penale, mirë po kam edhe disa çështje komerciale dhe civile të cilat më kanë mbetur ndër vite, nga se ato do thëtë marrin kohë, zgjidhja atyre jashtëzakonisht merr kohë dhe i kam 2 apo 3 çështje të natyrës komerciale dhe civile me të cilat merrem ende, mirë po në përgjithësi, mos them 10 viteve të fundit punoj ekskluzivisht me çështje penale. Mirë, se Korabi jep mësim, po Korab Sejdiu jep mësim në UBT edhe është specialist i drejtës komerciale. Komerciale. Po ç'është e vërtetë, është shtëpinë tuaj të përbashkët si një model fantastik. Shtëpia avokatis, po e quajnë në Qerkini Sejdiu, e keni bërë një lloj shkollës, unë shoh pafundësisht kuadrët që dalin prej aty dhe pastaj i shoh emrën për gjyqësi. Inshallah nuk është njën nga këta që, po... Kjo avokatia ka gjurmë që nga Hammurabi, 1750 para erës së re. Pastaj, normalisht e kje edhe në kohën e Ilirisë, sidomos në perandorinë romake, bizantine, e kështu, mes jeta goxha i ka do lëvizje, po avokati, ç'a është avokati? Po avokati i ndihmon qytetarit që t'i realizoj të drejtat që janë një kushtetuta dhe ligji. Pra, qytetari i Kosovës, qoftë edhe shtetasi huaj, i ka disa të drejta që janë njohin aktet normative nga kushtetuta e deri tek aktet nënligjore. Qytetari nuk është në gjendje ta di procedurën se si duhet t'i realizoj ato të drejta. E pikrisht, kur nuk e din procedurën se si duhet t'i realizoj ato drejta, që janë një rendi juridik, a i drejtohet avokatit. Pra, për këtë shërben avokati. Mirë po, në çështjet penale, me ato me cilat unë merrem më shumë, avokati i shërben zakonisht të akuzuarit për ta barazuar me njohuri profesionale me prokurorin. Nga se, imagjinoni një gjykim, ku vjen një prokuror profesional me një person që nuk ka njohuri juridike. A do t'jetë a gjykimi drejt? Nuk do t'jetë, sepse prokurori do t'ishte superior ndaj të pandehurit. Dhe prej kohës të mesjetës e tutje është mendu se si procedura gjyqësore të jetë ferë dhe e drejt. Edhe barabart. Edhe atër kanë thonë, okej, të pandehurit, pja japim një avokat, i cili ka njohurit profesionale të prokurorit, e kanë shkollimin e njëjtë, në mënyrë që ata t'i barazojnë. Dhe vetëm një procedur ku palë t'jem barabarta, mund të quhet procedur e drejtë. Pra, në pikat shkurta, kjo është roli i avokatit në shtet dhe në shoqëri. Natyrisht, është shumë e gjerë, mirë po, e spjegoha vetëm në pikat të shkurta. Në ndyrë shumë praktike, shumë bukur në the. A profesion, a mision? Apo të dyja bashkë? Unë më shumë them se është mision, nga se profesionet e judikaturës, përfshi gjyqësorin, avokatin dhe prokurorin, më shumë janë misione se sa profesione. Nga se avokatia nuk është thjesht një vend pune, ku ju punoni për orës 8 dhe në ora 4. Nga se si avokat mund të angazhohen edhe gjatë vikendeve, nga se nuk dihet kur ndodh arrestimi. Pastaj, mund të jeni edhe deri në orët e hershme të mëngjesit në gjykat në rastet e paraburgimit me shumë të pandehur. Pastaj edhe mund punoni edhe gjatë festave. Pastaj ka edhe shumë net pa gjumë. Prandaj, këto veçori dhe shumë të tjera e bëjnë profesionin e avokatis më shumë si mision, se sa si një profesion të thjeshtë. Avokati vërtet, ai që sheh kështu vetën në punën e tij si biznes, apo si mbrojtje si njeriut? Po, tash, deshtën apo s'deshtën.
Avokatia e ka dhe atë komponentën e vetë biznesore. Mirë po. Po njeri gjallë duhet jetoj. Ajo nuk duhet ta dominoj profesionin e avokatisë. Njëjtë në analogji sikur me kolegjet universitare. Ato duhet ta kemë primare mësimdhënien, pastaj në pikë të dytë biznesin. Njëjtë mendoj edhe avokatia. Duhet jetë shërbim të mbrojtjes së interesave të klientëve, mirë po nuk mundesh mja mohu edhe atë komponentën biznesore aq më shumë kur edhe administrata tatimore të detyron të regjistrohesh si biznes. Avokat i nderuar, doktor Artan Qerkini. E kam nda pak a shumë ju mundu me dasin e përkaptina intervistën me ju, diçka shumë e veçantë është se sikur t'ja spjegosh formulën e shërimit njeriut t'ja zgjedhësh problemet edhe në drejtësi çfarë ndodh me drejtësinë? E kam thujt kështu qytetari i varfër përballë sistemit. Çfarë ndodh me drejtësinë kur qytetari është i varfër, pa avokat edhe pa arsim juridik? Pikërisht, shteti i Kosovës ka ndërtu mekanizma. Ekziston një institucion shtetëror i cili merret me ndihmën juridike falas, edhe i cili është në shërbim të qytetarëve të cilët nuk kanë mundësi që t'i paguajnë shërbimet e avokatit. Pra shteti ka menduar që qytetarin mos ta lejoj që të psoj për shkak të mungesës së mjeteve materiale, prandaj ekziston në Kosovë Instituti i Ndihmës Juridike falas, pastaj edhe vetë avokatit, shoqëritë e avokatëve, siç është e jona, edhe avokat ofrojnë nganjëherë edhe shërbime pro bono për klientët të cilët nuk janë në gjendje t'i paguajnë shpenzimet e avokatit, se pikërisht po ndërlidha në atë që e thatë ju. Në rastet penale, do të thotë është shteti kundër individit. Ka individi, e ka vetëm avokatin. E tash, llogarit avokati në këtë rast i ndihmon individit në rastin kundër shtetit. E çka ka shteti? Shteti ka një mekanizëm të tërë. Krejt. Do të thotë i ka 200 policë, 300 prokuror, do të thotë ka mjete teknike, resurse materiale, ndërsa i pandehur e ka vetëm avokati. Vetëm avokati. Vetëm avokati. E shpresën që nga njëherë ne themi parimi barazis. Parimi barazis është ai parimi barazis procedurale. Po ne asnjëherë nuk mund të jemi të barabartë me do të thotë ato se çka ka shteti. Sepse shteti është natyrisht shumë më i fortë, mirë po për avokatin duhet të thuhet se duhet jetë edhe më i fortë se shteti. Pse? Sepse ka shumë raste kur avokatët e padisin shtetin dhe fitojnë rastin e gjykatës. Vetëm se tashi, megjithatë, janë dy anë të kundërta. Shteti duhet jetë gjithmonë pretenduesi me të gjithë mekanizmat më i madh për me zgjedh drejtësinë. Jo inshallah me myt krejt atë, sepse ishim të procedurat e përdorë edhe më herët edhe tani në fjalinë e fundit. A është procedura pengesë për të vërtetën, sidomos të njerëzit analfabet, që nuk e din që ka dhe sistem këshillimor juridik, apo që pro bono mund të ofrojnë edhe avokatët, apo shtetit ta ofron një avokat, ai mbetet në asi. Tash procedura e vret atë njeri. Po, kështu procedura, ligjet procedurale duhet të jenë të balansuara. Ta marrim kodin e procedurës penale. Kodi i procedurës penale balanson obligimin e shtetit me luftu krimin edhe të drejtat e njeriut. Ato i vën në balans. Nga se mjetet e fshehta të përgjimit. Ato e cenojnë privatësinë. Privatësia është kategori kushtetuese, garantuar me kushtetut. Mirë po, nuk është e drejtë absolute. Sepse këtu, do të thotë ligjvënësi i ka dhënë përparësi të vogël shtetit luftimin e krimit. Mirë po, edhe individi nuk e ka zhvesh nga privatësia. Pse? Sepse i ka thonë në këtë rast prokurorisë dhe gjykatave, nëse ju doni me ndërhy në privatësi, duhet me ndjek një procedurë. Cila është procedura? Duhet me ekzistu një dyshim i bazuar që personi ka kryer një vepër penale, edhe prokurori duhet me dëshmu që me mjete më pak invazive në privatësi nuk mund me mri efekti procedural. Nëse këto dy kushte në mënyrë kumulative plotësohen, atëherë mund më lëshu edhe masat e përgjimit që lëshojnë, domethënë që e cenojnë privatësinë e individit. Pra po e shihni, privatësia është e drejtë e njeriut. Mirë po, interesi shtetit me luftu krimin e ka mbizotru. Mirë po, për mos mu bu kjo në mënyrë arbitrare, i ka përcaktu procedura. Prandaj, procedura penale, konkretisht, duhet të jetë mishrim
i obligimit të shtetit me luftu krimin, por në asnjë formë që ai luftim të mos bëhet në mënyrë arbitrare dhe duke i cenuar të drejtat e njeriu. Tash në praktikën tënde, se për ty folëm në atë pjesën, absolutisht për mua një piramide realizuar, që hala po ndërtohet, po a trajtohet realisht një qytetar pa avokat si pale barabart në këtë gjyqësinë tonë, në këto vite karriere dhe përvoje? Po është jashtëzakonisht e pamundur që të trajtohet në mënyrë të barabartë. Nga se njohurit profesionale që i ka prokurori nuk i ka palë në procedurë, përveç nëse palë në anën tjetër është ndonjë jurist, që ndodh shumë rrallë. Pra nuk mund të kemi gjykim të drejtë, nëse njohurit profesionale të pandehurit dhe të prokurorit në rastet penale, po flas nuk barazohen. E si barazohen e thamë në fillim, përmes angazhimit të avokatit. Në këtë rast, pra, avokati është ndihmës procedural, nuk është palë, po ndihmës procedural i ndihmon të pandehurit që të drejtat e tija, që janë një kushtetuta, konventa evropiane dhe ligje në fuqi të mos cenohen. Ky pra është roli i avokatit, sepse avokati nuk mund të bëj magji, avokati nuk mund të t'i shbëj provat dhe faktet. Mirë po mund të kujdeset që të drejtat që janë një kushtetuta dhe ligje të mos i cenohen klientit që aje përfaqëson. Mbi të gjitha e rëndësishme faktet me nxjerr. Pikërisht. Edhe me bërtit për atë punë, edhe me u pa ato, sepse bashkë jemi të faktet. Faktet, po du me të pyet faktet që nuk dëgjohen. Për shembull, si e shpjegoni që gjykatat shpesh nuk merren me faktet, po veç me raportet e institucioneve? A ka raste të këtilla? Ka raste të tilla, sepse ju raportin që përmendni duheni me marrë si provë të një fakti. Shpesh edhe do të thëtë në ligjërata që i mbaj edhe për studentët, gjithmonë insistoj që studentët fakultetit juridik ta dinë ta dallojnë faktin dhe provën. Nga se shpesh kjo ngatruhet. Pra fakti është ngjarja jetësore, ndërsa prova është ajo që e dëshmon se ajo ngjarje jetësore ka ndodhur. Për shembull, unë dhe Naimi jemi në ODA, është fakt. Po çka kemi provë, kemi kamerat. Pra duhet me dallu, regjistrojnë. Duhet me dallu faktin dhe provat. Nga njerë këto ngatruhen, sepse gjithmonë, siç e përmendni ju, raporti duhet të jetë në shërbim të vërtetimit të fakteve. Nga se raporti mund të përmbajë dëshmitarve, mund të përmbajë prova tjera materiale që e vërtetojnë faktin, mirë po fakti duhet me prodhu një pasojë të caktuar juridike.